Dubai ka aq shumë restorante sa që ju do të mund të hani çdo ditë në një të ri dhe do t'ju duhej plot 50 vjet për t'i vizituar të gjithë. Me kuzhina nga e tërë bota është për çudi që gjithkush në këtë qytet zgjedh të hajë në shtëpi. Pra njerëzit po përpiqen ta zgjedhin pikërisht këtë opsion. Në Dubai, klubet e darkës nuk janë ngjarje të reja, por kanë shpëtuar një rritje të madhe të viteve të fundit. Pra kuzhinierët amator ose edhe ata profesionist mblidhen në shtëpitë e tyre dhe presin mysafir të panjohur. Mysafirët inkurajohen të vinë vetëm ose me një mik, duke pasur një shans të lidhen me të pranishmit e tjerë të panjohur dhe të diskutojnë. Kusht për ta është të sjellin me vete pije. Doja t'i sillja njerëzit në një kulm, në një tavolinë, të bëja të flisnin pa kufi dhe thjesht të ndanin një vakt të këndshëm, ka deklaruar kuzhinieri Ahmad Alava, që e nisi klubin e të darkuarit në 2019 nëpërmjet organizimit të darkave të hapura në fundjavë. Në fillim vinin vetëm miq dhe familjar të mi, por sapo u përhapën fjalët për pjatat e shijshme të Hallavas, fillova të kem të huaj në shtëpinë time dhe njerëzit rezervonin për ta përjetuar këtë përvojë. Të interesuarit e gjejnë klubin nëpërmjet njerëzve apo rrjetit social Instagram dhe darka te kuzhinieri rezervohet brenda 2 ditëve. Hallava e kishte lëm punën në vitin 2021 dhe tash i pret rreth 30 të ftuar, 2 herë në javë në oborrin e shtëpisë së tij, të zbukuruar me tavolinë ndeje, lule dhe drita prallore. Mysafirët paguaj $100 menyn për t'i përjetuar gatimet e tij. Një meny e pashmangshme është edhe kanefi i famshëm, ëmbëlsirë tradicionale arabe e gatuar me djathë të butë dhe të ëmbël. Derisa ushqimi i mrekullueshëm është qelsi i darkës, Hallava thot se edhe aspekti i klubeve për të darkuarit të rreq të interesuarit në Dubai, ku rreth 90% e popullsisë janë të huaj. Shumica e njerëzve janë larg shtëpisë, larg familjeve, kështu që unë doja të krijoja atë ndjenjen e komunitetit që paksa ka ndryshuar, ka thënë kuzhinieri palestinez duke shtuar se darkat e tij shtrohen në stilin e familjes në një tryezë të përbashkët dhe jo në pjata si në stilin e restoranteve. Njerëzve u mungon kjo, klubet e darkës japin një përvojë më personale për të pranishmit. Populariteti në rritje i klubeve të darkave në Dubai është edhe për shkak të storjeve mes njerëzve. Restoranti Hawker Boy zgjodhi një hapësirë me tulla dhe llaç vitin e kaluar. Pasioni i kuzhinierës autodidakte Nea Mishra u shndërrua në një klub darke ku për 3 vjet radhazi, 6 net në javë u gatuan darka të shijshme dhe u tubua njerëz. Kjo hapësirë u rendit në mesin e 11 nga 50 restorantet më të mira në lindjen e mesme dhe Afrikën e Veriut. Historitë e suksesit si kjo i kanë frymëzuar edhe të tjerët. Dragan Susha, një kuzhinier i tipit catering, nisi në 2021 të krijonte klube darke, derisa në puna i kalonte më shumë kohë në zyrë se sa në kuzhinë. Klubi i tij i darkës ja jep lirin për të qenë krijues. Menyja me 8 pjata e sushas, duke nisur nga $110 për person, është e përzierë nga fëmijëria e tij në Kroaci, Serbi dhe në Greqi. Secila pjatë përbën histori personale të tij, duke përzierë emocione ballkanike dhe greke me përbërësit sezonal në Dubai. Dubai është një qytet dinamik, njerëzit hyjnë e dalin dhe qëndrojnë këtu për 1 ose 2 vjet. Klubet u amundsojnë të takoni njerëz jashtë profesionit tuaj, jashtë vendit të punës apo miqve, ka thënë ai. Dave Lewis, që është i dhënë shumë pas ushqimit, mori pjesë për herë të parë në klubin e darkës në korrik të 2022-s dhe prej atëherë darkon rregullisht me të huaj. Më pëlqen të ha darkë jashtë, por isha lodhur nga restorantet e Dubait. Ideja e një klubi darke në shtëpinë e kuzhinierit ishte më shumë personale dhe e paharrueshme. Kjo ishte një ftesë për t'i eksploruar dhe provuar pjata që zakonisht nuk i ka masur në restorante, ka thënë 50 vjeçari nga Afrika e Jugut. Për të aspekti social është po aq i rëndësishëm sa menyja. Klubet e darkës funksionojnë në një zonë ku as nuk janë restorante e as nuk ka nevojë që të licencohen. Kjo u amundson që të zhvillohen më lehtë dhe të rregullohen nga norma tradicionale. Në një përpjekje për ta legalizuar sektorin, sipërmarrësi Kevin Vaz ka krijuar një aplikacion të quajtur Splidu, që i lidh mysafirët që duan të darkojnë së bashku.
Aplikacioni lejon rezervimin dhe pagesën e hapësirës për darkë, duke u amundsuar kuzhinierëve që të përqendrohen në kreativitet dhe jo në logjistik. Vaz ka thënë se Splidu është ndër të para që fokusohet ekskluzivisht në klubet e darkës. Ai shpreson të krijohet një kategori e veçantë në industrinë e ushqimeve dhe të pijeve për këtë sektor. Sipas të dhënave nga Splidu, mbi 4.000 mysafir kanë rezervuar një darkë në gjysmën e parë të 2024-s. Kjo është zemra dhe shpirti i kuzhinës. Ata janë të lidhur me të. Këtë përvojë nuk mund ta merrni askund tjetër, ka deklaruar Susha. Ai e përdor aplikacionin edhe për t'i promovuar aktivitetet e tij. Thotë se klubet e darkës kanë qenë mënyrë e shkëlqyer për t'i provuar idetë dhe për t'i eksploruar ambicjet e tij të kuzhinës. Asnjëherë nuk e dini se kush do të jetë atje, ose kë do ta njohë ai person, ka thënë Susha.